këto vendime janë kundërligjshme, në kundërshtim me vetë ligjin mbi qeverinë. Mirë po këto ligje nuk mund të shpallen me automatikisht në ullë, por duhet të njësohet procedura para gjykatës, për të cilat sigurisht që atë gjykata do të përcaktojë se këto vendime janë kundërshtim me ligjin. Kjo dispozitë e qartë është, meqense vetë thotë para certifikimit, këtu lesi janë certifikuar këta, po këta edhe kanë dhënë betimin në parlament, kështu që këta kanë rënë ndesh me këtë ligj, të cilin vetë e kanë miratuar. Se këto lloj vendime të kësaj qeverie janë vendime të cilat bien ndesh edhe me kushtetutën e Kosovës, dhe për më tepër edhe bien ndesh me vetë ligjin për qeverinë e Republikës së Kosovës, sepse ashtu siç thotë edhe kushtetuta, por edhe ligjet e tjera përkatëse, në Kosovë nuk lejohet që të mbahet njëkohësisht funksioni i dyfisht i një zyrtari publik. Pra, këto vendime që u morën dje janë vendime të kontestueshme edhe ligjërisht edhe kushtetueshmërisht, e madje unë mendoj që mbi këtë lloj vendimarrje pasojat mund të jenë jo vetëm edhe kushtetuese edhe administrative, por mund të jenë edhe pasoja penale për ata zyrtarë publik të cilët njëkohësisht kanë kesh përdorur detyrën zyrtare, duke ushtruar dy lloje të funksioneve, edhe ta të deputetit dhe funksionin e anëtarit të qeverisë në detyrë.